Nuk është thjesht një Halloween, por janë ejllat. Kjo është surpriza që ata kanë përgatitur për krejt publikun. Çdo gjë duket kaq perfekte, por dhe e frikshme. Ata janë munduar të jenë sa më real fale programit Adams, i cili i bën si personazhet e Halloween. Kiara si një shtrige, ndërsa Luizi si një drakul modern ku ty mos një puro dhe hipnotizon mendimet e Lunushit, e cila dominon në këtë pjesët e bukur. Filmi fantashkenc, veshja dhe make-up që kanë përdorur janë profesional, gjithashtu dhe veshja shumë e shëndritshme që i sjell pamjes një identitet real. Kiara shfaqet me kacurela të zeza, ndërsa Lunuki me një fustan të thjesht, por me e bukura është se ata janë futur në një botë të animuar ku darkojnë me njëri tjetrin në pallat mbretëror i shtrigave i vjetër. Kafka, mobilje të vjetra, shtepi e pandricuar përdorin metoda të shtirges. Ky ritual është fest në shumë vende që largojnë energjitë vendosen kunguj të verdhe me figura simbole merimangash, cerga të varura Kafka dhe simbole të tjera Drakulash apo fantazmash dhe shpirtrat e qinj. Jepni komentin tuaj, po ju si mendoni, a është klip super i bukur? Nëse po na tregoni me shumë dhe jepni një koment çfarë mendoni për festën e Halloween, a ju pëlqen si fest? Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.